Pasquale Di Bello, ish kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Itali, i njohur për lidhje dhe drejtimin e biznesit në Itali, ka lëshuar një mesazh domethënës për zhvillimin e Shkodrës. Në një intervistë për Star Plus, Di Bello shprehur se rajoni i Shkodrës ka resurse të mëdha për zhvillimin e ekonomisë, por duhen gjetur mundësi dhe strategjitë e duhura për të arritur suksesin. Ai është referuar suksesit të ekonomisë italiane vite më parë, një traditë që po synohet të përfshihet edhe në Shqipëri. Ci sono delle vocazioni produttive molto specifiche qui a Scutari che sono molto apprezzate in Europa. Janë një sër resursesh të agroturizmit në qarkun e Shkodrës, por duhet thënë se nëse nuk arrim që këto t'i kthejmë në të mira ekonomike, atëherë ajo s'ka vlerë. Besoj se takimet janë të frytshme mes bizneseve dhe pushtetit vendor, aq më tepër që sipërmarrjet më të mëdha italiane kanë shfaqur interes dhe kanë dërguar asistencën teknike. Italia ka patur një mundësi të tillë të zhvillimit shumë vite më përpara. Ne atë po synojmë të realizojmë. Eksperiencën italiane me dëshirën dhe vullnetin e mirë që në Shqipëri kjo fushë të jetë e zhvilluar. Resurset janë, mundësitë janë, mbështetja shtetërore ekziston. Atëherë pse jo, ta shohim këtë sektor si një mundësi të mirë të zhvillimit ekonomik, sepse është një e mirë e përbashkët për të gjithë. Di Bello ishte në Shkodër me ftesë të Këshillit të Qarkut Shkodër, si pjesëmarrës në konferencën për zhvillimin ekonomik të rajonit të Shkodrës, ku Italia do të jetë pjesë dhe faktor mbështetës për Qarkun Shkodër, për thithjen e projekteve të ardhshme në Bashkimin Evropian.